Zania ose ora biologjike janë tema që sot diskutohen gjithnjë e më shumë. Shumë vajza po fokusohen te karriera, studimet dhe zhvillimi personal, duke e shtyrë shtatzanin për një fazë më të vonë të jetës. Nga ana tjetër, mjekët kujtojnë se ora biologjike ekziston dhe se pjellëria ndryshon me moshën. Mes presionit shoqëror dhe dëshirës për vetërealizim, vajzat përballen me një zgjedhje të vështirë, kur është momenti i duhur për t'u bërë nën. Një pyetje që nuk ka një përgjigje të vetme, por kërkon informim, mbështetje dhe respekt për vendimin e çdo gruaje. Hajt me ndonjë fat të mirë, marrësh një burr të mirë, me ndonjë djalë tani, dhe kur bën fëmijën e parë, duhet patjetër nxitore të bësh fëmijën e dytë. Paktën vajzave dikur kështu kanë thënë Syrian. Ndjemve nuk besoj të kanë thënë marrësh grua të mirë. Me një nuse të mirë, kaq thonë. Sa i bëri 18 vjeç s'ma merr mendja. Jo, çik më vonë. Po tani kanë filluar të thonë kur do bësh baba? Non stop. Kanë filluar të thonë. Ua, po pas ka filluar presioni social le të dim dhe burrat shqiptar. Ka ndryshuar standardet. Te vajzat dikur kështu thuaj sot kanë ndryshuar, dhe thonë me një punë të mirë, një arsimim të lartë të mirë, një shkollë të lartë jashtë vendit, edhe ka ndryshuar deri diku. Por sërish për orën biologjike, se kur duhet bërë nëna, diskutohet në çdo studio televizive. Do mundohemi që sot mos japim këshilla se kur është koha e duhur për të bërë nëna, por t'i pyesim vetë vajzat e gratë në rritje se kur kanë vendosur të bëhen nëna dhe si kanë vendosur të ndërtojnë ato linjën e tyre të jetës dhe kush i kanë ndikuar. Jemi në studio me Alketa Zyfin, sipërmarrëse, kënaqësi shumë e dashur. Jemi së bashku Emila Çakalli, studente për biznes ligj dhe modele. Është kënaqësi gjithashtu e dashur dhe Albana Mura, sipërmarrëse online nga Spanja. Na përshëndet tani. Albana, përshëndetje. Përshëndetje Alma, përshëndetje si jeni. Kënaqësi. Por do dëgjohemi së bashku. Tani e nisim bisedën me Albanën, duke qenë se kemi edhe së largu për na dhënë një koment parë. Albana, ç'të kanë thënë ty në rritjen tënde? Nuk e di sa dëgjove nga nisja e asaj që ne tham. Shiko Alma, unë jam 32 vjeç, e sqaroj këtë gjë sepse unë mendoj që ka një ndryshim, lavdi Zotit, shumë të madh midis gjeneratës brezit tim dhe brezit që po rritet tani. Kur unë kam qenë, e mbaj mend shumë mirë, kur kam qenë 10-11 vjeç, gjyshja nga ana, si nga ana e babit, ashtu nga ana e mamit, të dyja më thoshin, mëso të bësh punët, se do shkosh deri të huaj. Dhe kur unë ju bëja një kafe, se gjë e parë që kam mësuar të bëj në shtëpi, ka qenë një kafe turke, që ja bëja mamit, domethënë para se të ishte në punë. Ishte asa mirë. Por, siç e tha dhe ju, dhe mua më vjen shumë mirë që më në fund ajo çfarë po ju thuhet vajzave dhe grave, është që ata të fuqizohen. Ato të jenë të pavarura ekonomikisht, është shumë e rëndësishme. Por një gjë nuk e shtyp, sidomos Spanjë, unë jetoj prej tani më 9 vitesh, ka një lloj tendence feminizmi, por jo feminizëm i shëndetshëm. Unë jam feministë e parë, por ndërkohë kam dhe një djalë 11 vjeç. Kështu që nëse themi më mirë barazi gjino, që të thotë. As vajza nuk është më e mirë se djali, as djali. Se vajza janë të dy njësoj dhe duhet të trajtohen dhe të edukohen të dy njësoj. Pavarësisht se fiziologjikisht jeni ndryshe, pra Zoti ne na ka krijuar ndryshe. Por kjo nuk e bën njërin një më mirë se tjetrën. Ndaj, mesazhi që unë po t'jap me shumë përmirësi dhe shumë faleminderit për ftesën sepse ky tema do prek veçanërisht. Duhet që gjithë vajzat e gratë jenë të pavarura. Nëse ti që po më dëgjon aty në studio ose nga televizioni, kudo ku ti jesh, je e pavarur ekonomikisht, ke të ardhurat e tua, ti je dhe ke fuqinë që nesër, ore mund të jesh e martuar, mund të jesh me 3 fëmijë, nëse tjetri të dhunon, qoftë psikologjikisht, qoftë fizikisht, në momentin që ti ke të ardhura, pra financiare, ti mund të thuash adios, lam të mirë dhe nuk ke më punë me atë njeri, i cili mund të ketë dashur shumë, nuk e vën dyshim. Por në momentin që të ushtron dhunë psikologjike apo fizike, qoftë burr, ti ke mundësinë të largohesh. Qartë, kuptuam nga Albana që karriera e para gjithave kur ke stabilitetin financiar, mund t'i bësh ballë çdo sfide tjetër. Po jo, dëgjoj, nuk thash të bësh këtë, mund të bëhen të dyja. Patjetër. Mund të bëhen të dyja.
Albana, na lejo, sepse do kemi mundësi të futemi në detaj gjatë bisedës, sigurisht japim nga përvojat respektive, por ndërkohë dëgjojmë edhe të ftuarat tjera që jam i sigurt kanë jetuar mjaftueshëm sa për treguar dhe kanë shumë për treguar. Nisi me Alketën. Alketa, si ka qenë, ti je nënë e 2 fëmijëve apo jo? Si ka qenë ajo periudhë për ty, domethënë, përpara se të bësh nën për herë të parë, presioni social ndoshta, angazhimet profesionale, dëshira për të realizuar në karrierë, vini nga gjitha drejtimet, por drejtimi përbashkët ishte ti. Ti çfarë vendose? Si unë edhe të gjitha gratë e 2026-ës më përpara, më mbrapa, të gjitha kemi të njëjtën orë biologjike që përputhet me orën, me zhvillimin tonë në karrierë, me zhvillimin tonë si femra, dhe dashje pa dashje, ato duhet të jenë të dyja paralelisht pa u bërë problem për njëra tjetrën, në sensin që unë ka marrë vendimin që të bëhem në një mosh të madhe, 30 vjeçë, dhe në atë moment kisha arritur edhe anën time të karrierës, edhe shkollimin, kisha bërë edhe një punë stabël, dhe normalisht sa herë që më uroni njerëzit, me qënë se nisët me këtë me urimet, sa herë ma shikonin si problem pjesën që unë isha 30 vjeç dhe ende nuk isha një fëmijë, ndërkohë që brenda vetes time unë e dija shumë mirë se sa e dëshiroja të kisha një fëmijë, dhe vetëm unë dhe çifti, më thënë burri im, çifti brenda e dinin se sa e rëndësishme ishte për ne që të kishim një fëmijë dhe se sa po mundoheshim për atë gjë. Por shoqëria përreth, familje, të gjitha krijojnë një lloj presioni që shpesh herë i gjithë bie si barr tek femra. Duket sikur është një problem. Në fakt, ora biologjike është një gjë që ne nuk mund ta ndryshojmë, është një gjë që nuk ka pse të bëhet problem për karrierën apo zhvillimin personal të femrës, dhe duhet të jetë e gjithë shoqëria që të na mirëkuptoj, edhe vetë mbështetja nga ana e shtetit, nga ana e informacionit, e medias, të gjithë duhet të jenë palë me gratë, me femrat, që të mos lën pas dore asnjë anë të jetës, të gjitha gjërat mund t'i bëjmë paralelisht në mënyrë sa më të plot, pa hequr dorë nga ajo kryesorja që është të bëhesh nën, që është për mua, unë kam pasur gjithmonë atë thirrjen e të bërit nën, domethënë se ka edhe vajza që ndoshta nuk e ndiejnë atë pjesë. Në moshën që unë kam vendosur të bëhem nën, i kisha arritur pjekjen time edhe si vajzë, edhe ekonomike, edhe nga të gjitha anë. Emila, Po. sa vjeç je ti nëse mundet? Unë jam 22 vjeçë, jam shumë e re. Ti Gen Z dhe. Po, jam Gen Z. Ty zakonisht. Në parim, unë kam që dua të formoj vetveten, si fillim përpara se të hedh një hap kaq të rëndësishëm, sepse familja besoj se është thelbësore për çdo individ, dhe kur do e krijoj këtë hap, unë dua thjesht që të jem e plotësuar nga të anët, të jem e zhvilluar, të kem jetën individuale të timen, të formoj karakterin tim përpara se të formoj diçka apo të krijoj diçka tjetër. Domethënë, shpesh shikoj, më ka rastisur goca ose shoqe që janë martuar shumë të vogla. Nuk dua t'i gjykoj, domethënë është diçka që secili e zgjedh vetvetiu për ta bërë, por është ideja që si neve mund të hedhim një hap të rëndësishëm si kjo për të Pa u siguruar që ti ke realizuar gjithçka që ke dashur që e vogël. Patjetër, Albana, është momenti. Në rregull. Faleminderit. Atëherë, unë për shembull e kam lindur djalin tim kur isha 20 vjeç. Sepse djalin lindi në mars, unë busha 21 me 17 maj. Dhe ishte patjetër, domethënë le të themi e pa planifikuar lindja, ngelja shtatzënë dhe të gjitha. Unë jam besimtare dhe vendosa që jo, jam kundër abortit, nuk do abortoj. Por ndërkohë, nuk i larg studimet e mia. E mbarova shkollën e lartë, kam mbaruar dhe një master, kam punuar, kam bërë 2-3 punë, edhe kam qenë mama, domethënë dhe vazhdoj të jem. A kam qenë nëna perfekte? Nuk ka nënë perfekte. Por di që jam munduar të bëj më të mirën time. Ndaj, siç e thash në krye të herës, nuk ka manual që na tregon se si duhet jemi nëna, se si duhet jemi baballar, por duhet mundohemi të bëjmë më të mirë dhe nuk ka
plani i jetës perfekt është që ti të bësh këtë 20 vjeç, këtë tjetrën 30 vjeç. Jo, jeta ka disa situata, çfarë thënë, të cilat ne nuk i zgjedhim, për shembull, nuk zgjedhim. Unë nuk kam zgjedhur të lind në Bulqiz, aty ku kam lindur dhe kam jetuar deri në moshën 18 vjeçare. Dhe pastaj jam zhvendosur në Tiranë. Nuk kam zgjedhur as familjen në cilën kam lindur. Por ndërkohë kam zgjedhur gjërat të tjera të cilat më kanë ardhur në jetë, sepse disa gjëra thjesht të vinë. Për shembull, mua më doli një bursë 18 vjeç, por nuk e ndoqja, vazhdova studimet në Tiranë. Ai ishte një moment kyç për shembull. Me këtu dua të them thjesht dhe për gjithë ata që na dëgjojnë, nuk ka një plan i jetë perfekt, është plan i jetës që përket ty dhe në fund fare ti duhet të jesh mjaftueshëm koshient, mjaftueshëm i ndërgjegjshëm dhe të jesh lirë, plotësisht i lirë. Çfarë do të thotë për mendimin tim, çfarë do të thotë jesh i lirë në momentin që ti e di se ky vendimi çfarë pasojash do të sjellë, sepse secili vendim që ne marrim në jetë sjell konsekwenca, pra ka pasojë, ka çdo veprim ka një pasojë. Pra nëse unë do kisha abortuar, nuk do kisha qenë nën, ndoshta do kisha qenë shumë më lart në karrierë sot, por nuk do kisha djalin tim i cili është arsyeja për cilin unë jetoj, punoj, zgjohem, është motivi im kryesor në jetë. Tani ajo çfarë një grua tjetër, një vajzë tjetër që na dëgjon, që nuk ka fëmijë, nuk do të thotë që vlen më pak. Përkundrazi, ka zgjedhur një lloj tjetër jete, por është jeta e saj. Dhe ajo duhet të rëndësishme është jenë zgjedhjet e saj në fund të ditës, apo jo? Pikërisht. Zgjedhjet tona diktohen edhe nga ana ekonomike, diktohet edhe nga shoqëria në të cilën jetojmë, nga presionet e vazhdueshme të një jete perfekte në Instagram, ku të gjithë dalin sikur arrin t'i bëjnë të gjitha në kohë, prindërojnë shumë bukur, i kanë të gjitha mundësitë ekonomike, ndërkohë që realiteti në Shqipëri nuk është absolutisht fare nga Instagrami dhe këtë presionin e vazhdueshëm që ne kemi për të treguar perfekten, për të qenë nëna perfekte, vajza perfekte, sepse në 15 vite jetë, që është dhe ora biologjike, ku realisht ne mund të krijojmë familjen pa rrezikuar që, sepse në qoftë se ti je 35 vjeç, mundësitë tua për të bërë nën janë shumë herë më të vogla, por ndërkohë në këtë 15 vjeçar të bekuar duhet të bësh çdo gjë, duhet të ndërtosh karrierën, familjen, ti jesh një prindrit po pleqërojnë, kështu që duhet të jesh një bie mirë dhe presioni bëhet i vazhdueshëm dhe ne jemi vetëm. Të gjitha gratë në thelb ndjehen vetëm sepse nuk e asnjë lloj mbështetje. Ke vajza që janë nga 33-35 vjeç që janë super të realizuara në karrierë, në ekonomi, në të gjitha dhe nuk arrin dot të gjejnë partnerin ideal ose normal, jo ideal, se i përshtatshëm do ishte në rastet më perfekte, normal, po flasim për njerëz me të cilët i mund të ndash rrugën dhe të krijosh një familje. Shiko, kam një pyetje për të treja ju, në fakt, dhe e nisi me Emilën dhe pastaj e zgjerojmë edhe tek ju të tjerat, por besoj e jeni shumë koshciente që ora biologjike lidhet drejt për së drejti me pjellorinë. Dhe ne dim që jeta këtu bën sens ashtu sepse kemi studiuar matematikë, është matematikë vërtet, deri një moshë të caktuar, sipas studimeve, shkenca, mjekët, përfaqësuesit e fushës e thonë, e advokojnë, pjelloria deri një pikë të caktuar është aktive. Pastaj ajo bie gjë që ul mundësinë të bën vajza të bëhet nën, gruaja të bëhet nën. Ju, çfarë qasje keni pikërisht për këto vajza që ndoshta deri në të 40-ta duhet të bëjnë karrierë, po puna është se fiziku i tyre, ndërtimi fiziologjik nuk prodhon më as progesteron, as estrogen, dhe praktikisht tani është e pamundur. Unë mendoj se një femër duhet ta zgjeti, pra ajo të dojë të krijojë familje, jo ta bëjë nga nevoja, pra domethënë të jetë detyruar që ajo të krijojë një familje. Pra nuk duhet të jetë e varur për të krijuar një familje, duhet ta zgjeti. Nëse ajo ndihet e gatshme, mund të ndihesh e gatshme edhe 18, mund të ndihesh edhe 20, edhe 30, edhe 40, por rëndësi ka që ti ta marrësh atë hap duke e dashur atë që ti po kërkon. Pra ti të kesh plotësuar totalisht veten tënde, ti të kesh Mirë, po, marrë një qasë nga Albana. Albana, 20 vjeç e zëm, ka raste që nuk bën dot nëna, dëshira është, fiziku nuk e mundson. Çfarë themi në këto raste? Dëgjoj, ka disa
sot, jo vetëm në Spanjë, por në gjithë botën, ka shumë mënyra për të bërë nën. Ka, do me thënë, nuk po më vjen fjala tani, ajo ngrirja e vezëve. Dhe nëse nuk arrin me atë, ka mënyrën tjetër për cilën nuk flitet dhe nuk e di pse nuk flitet, dhe është kaq e bukur, adoptimi fëmijëve. Unë ndava nga ish bashkëshorti im e ka menduar shumë herë, nëse nuk gjej një partner, i cili më përshtatet, i cili më do dhe e dua, i cili më respekton. Shumë e rëndësishme, respekti në një marrëdhënie. Dashuria është e provuar shkencërisht që ajo dashuria me flutura mbaron pas 3 vjetësh. Duhet ekzistojë patjetër për mendimin tim respekti reciprok në një marrëdhënie. Unë e kam menduar shumë herë do të adoptoj një fëmijë, qoftë në Shqipëri. Pse jo? Dhe ti ndryshon jetën atij fëmije dhe për ty ti plotësohesh dhe bëhesh nën në një mënyrë tjetër. Pse kemi këtë tendencë të gjithë, dhe nuk ekziston vetëm në Shqipëri, ekziston edhe në Spanjë, e perfeksionit. Çfarë është perfeksioni? Pse duhet të ushtrojmë presion? Pse duhet ta jetojmë jetën për të tjerët, për Instagramin? What? Kush është Instagrami? Jeta ka ekzistuar para Instagramit, njerëzit kanë jetuar. Ndaj duhet ta jetojmë jetën për ne. Cila është lumturia për ne? Qofse ne na jep lumturinë, kemi një fëmijë, po shumë bukur, do kemi një fëmijë në një mënyrë apo në një tjetër. Dhe unë ajo çfarë vëre shumë, po më shumë në nivel më të lartë në Shqipëri dhe më vjen shumë keq, sinqerisht, është që njerëzit nuk janë të lirë. Nuk janë fare të lirë, jetojnë vetëm për të tjerët. Blin një makinë të bukur, që ta shikojnë të tjerë që ka makinë të bukur, ndërkohë që shtëpinë e ka duke u shembur. Blin rroba të shtrenjta, qoftë falso, vetëm për të treguar të tjerëve që është mirë ekonomikisht, ndërkohë që në realitet nuk është, sepse rrobat janë falso. Kjo është sëmundje nga cila nuk dalim letë në si popull, dhe sa kemi nisur. Duhet të dalim, dhe prandaj janë emisionet që ne t'japim një mesazh. Mëse i mirë mesazhi. Vim edhe një herë tek ora biologjike është shkencë dhe është biologji, atëherë ne duhet të gjejmë edhe zgjidhje që janë shkencore. Përse duhet të kalojmë tek adoptimi një fëmije, kur ndërkohë mund të përfitojmë nga teknologjitë e reja, siç është ngrirja e vezëve, dhe t'i japim vajzave mbi 30 vjeç kohën që ta marrin gjën me qetësi, pa stres, të mos zgjedhin partner për kompromis, vetëm sepse duhet që të riprodhohen apo të krijojnë familje apo të lindin fëmijë, por të kenë kohën e duhur që të zgjedhin atë njeri për të cilën ata realisht ndjejnë, ose sepse fëmia nuk është vetëm një investim, fëmia është një gjë që, do me thënë, fëmia është gjëja më e bukur që kemi një jetë dhe kemi forever, dhe partneri, babai do jetë për gjithmonë krah teje. Presupozohet jetë për gjithmonë. Të adoptoj një fëmijë? Jo, nuk thashtë për mua. Para se të arrim të adoptimi, them unë, duhet të ketë po, e shof si opcion të fundit, sepse duke qenë që ora biologjike ka ndryshime me 5 vjeçar, do me thënë si riprodhohesh 30 vjeç, nuk riprodhohesh 35, 40, unë mendoj se adoptimi një fëmije, shiko, që një femër të ndihet nën, nuk ka absolutisht asnjë lloj gjëje që duhet ta pengojë. Çfarëdo lloj gjëje që një nën që ndjen ndjesinë e amësisë, nuk ka absolutisht asnjë rregull që mund të themi kjo duhet, kjo nuk duhet. Të gjitha duhen. Absolutisht nuk jam edhe për adoptimin, por para se të arrihet atje, do ishte mirë që edhe nga ana mjekësore, në vend që në Shqipëri të ndërtojnë 1 milion klinika për të bërë hundët perfekte, ndoshta do ishte mirë që të kishte më shumë promovim për teknikat e fertilitetit. Do ishte më e rëndësishme, sepse në biznes që investohet për këto pallate, gradacela, duhen mbushur me njerëz, jo me undë të bukura. Do me thënë duhet që i gjithë biznesi dhe të gjithë shoqëria të investojnë në zhvillimin e shoqërisë. Jemi në limite. Po, faleminderit. Dua të them, jam shumë dakord me parafolsen, e tha shumë mirë, por e para se të shkojmë te hundët edhe te fertiliteti, e para njëherë çfarë mungon në Shqipëri dhe e mësoj shumë kësaj gjës. Njerëzit duhet jenë të edukohen, investojnë në edukim, të mësojnë, të lexojnë libra, të shkojnë palestër, investojnë të truri i tyre, trurin, zëvën thonë që lisat e trurit vetëm vdesin, nuk rinovohen, për ata që nuk e dinë.
dhe po na dëgjojnë nga ekrani. Dhe investojnë në trurin e tyre se vetëm këtu nuk ta merr njeri. Dhe tjetra, shëndeti mendor. Unë kam përshtypjen që në Shqipëri, po edhe në botë, edhe në Spanjë, e vëre shumë, që njerëzit nuk japin në rëndësinë e duhur shëndetit mendor. Njerëzit kalojnë në depresion, në ankth dhe nuk janë as të vetëdijshëm. Dhe këto depresionin dhe ankthin ju imponon ose do të thënë shoqëria nëpërmjet presionit që ti duhet të marrësh kaq lek, ore duhet të kesh këtë çantë tjetër, ti duhet të kesh Hermes patjetër, po s'patë Hermes si askushi. Dhe njerëzit çfarë bëjnë, bien edhe mbyllen në vetvete, kalojnë smundje mendore dhe as ata nuk e dinë që po i kalojnë, kështu që ka shumë probleme. Shoqëria në botë, vetëm në Shqipëri. Ke shumë të drejtë Albana dhe unë them na duhen më shumë minuta për të folur të gjitha këto bashkë. Kujdesuni për shpirtin tuaj dhe për mendjen tuaj. Faleminderit shumë e dashur. E vlerësojmë shumë kohën edhe mendimin tënd. Alketa, faleminderit shumë për mendimin, qoftë në aspektin profesional për treguar mënyrën se si janë ndërtuar gjërat, për krah me familjen e bukur që ke krijuar. Dhe gjithashtu falet uroj më të mirat edhe i marrësh vendimet kur do ti. Është shumë e rëndësishme kjo për t'u thënë. Ndërkohë ne bëhemi gati për të shkuar dhe për të folur pas pak për teknologji.